Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishtin Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Në shkurt të vitit 2011, policia e Kosovës nisi një hetim i cili kishte për qëllim vërtetimin e dyshimeve se në një ordinancë private në Gjigjan po lëshoheshin certifikata mjekësore pa asnjë kriter. Dyshimet në atë kohë ishin se qytetarët që dëshironin të merrnin certifikatat të cilat dëshmojnë gjendjen e tyre shëndetësore mund të merrnin ato pa ju nënshtruar asnjë ekzaminimi mjekësor. Veprimtaria e cila dyshohej se ishte ushtruar për më shumë se 2 vite, u ndërprej me 7 shkurt 2011, kur policia së bashku me prokurorinë e Gjilanit nisën hetimet. Një muaj më vonë, në mars të 2011-s, prokuroria dorëzoi në gjykatën e Gjilanit një propozim aktakuz, në të cilën 4 mjek, prej tyre një doktor i praksës së përgjithshme, një oftalmolog, një doktor i mjekësisë familjare dhe një psikiatër akuzoheshin për shpërdorim të detyrës zyrtare. Ata u akuzuan se në kompenzim të një pagese i dhanë në shfrytëzim vulat e tyre pronarit të ordinancës private, i cili më pas i kishte vulosur certifikatat mjekësore pa kryer asnjë kontroll për qytetarët. 2 teknikë të tjerë të kësaj ordinance akuzoheshin se në kohën kur mungonte pronari, ata i vulosnin dhe i nënshkruanin certifikatat duke i përdorur vulat e doktorëve. Pjesë e propozim aktakuzës ishte edhe pronari i një kompanie të taksive, i cili sipas prokurorisë e kishte ndihmuar grupin në kryerjen e veprës penale. Propozim akuza e prokurorisë u dorëzua në gjykatën e Gjilanit më 23 mars 2011. Sipas ligjit, çështja duhet që të fillonte të gjykojë brenda 2 vitesh, nëse gjykata dëshironte që lënda të mos plakej. Konform një vendimi të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kjo lëndë, e cila hynte në rangun e lëndëve të korrupsionit, është dashur të trajtohej me prioritet. 4 vite më vonë në vitin 2015, në platformën për raportim të korrupsionit Kallzo.com, kemi marrë një informacion i cili na bënte të qartë se gjykata e Gjilanit nuk i kishte marrë mundin ta trajtonte këtë rast të korrupsionit. Raportimi potenconte se për shkak se gjykata nuk e ka marrë asnjë veprim, lënda është plakur dhe gjykata ligjërisht nuk mund t'i dënoj apo t'i liroj të akuzuarit. Pra i tërë mundi i policisë dhe i prokurorisë për të argumentuar këtë keqpërdorim shkoi huq. Zydi Aziri, kryetari i gjykatës së Gjilanit, tregon arsyet e këtij vjetërsimi. Pse ka ardhur deri te parashkrimi? Është e vërtetë se numri i parë ish në gjykatën komunale ka pas kjo lëndë P450/2011 e pranuar në gjykatën 24/3/2011 dhe ka qenë ngarkesë e madhe e lëndëve me gjyqtar, ka pas mungesë dhe për shkak të arsyeve ka mund të ardhur deri te parashkrimi i ndjekjes penale dhe këtyre kryesve veprës. Çfarë hapash ka ndërmarrë gjykata? Sa i përket hapave të ndërmarra nga gjykata, atëherë ju e dini shumë mirë me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal të vitit 2013, këto vepra penale vinë në domenën e krimeve të rënda dhe në fillim të vitit 2013 kjo lëndë është proceduar nga ish gjykata komunale e Gjilanit në departamentin e krimeve të rënda dhe gjyqtarja e çështjes tash e ka vërejtë se kemi parashkrim të ndjekjes penale dhe ata parashkrimin absolut të ndjekjes penale. Ju ta keni me dije sa për juve dhe për publikun e juaj se kjo vepër penale nga neni 339 paragrafi 1 maksimumi i dënimit është 1 vit burg. Çka do thotë se parashkrimi relativ për këto vepra penale rrim brenda 2 vite, ndërsa parashkrimi absolut e bën kjo vepër penale bën në domenin që për 4 vite nuk mund procedohet për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale dhe gjyqtarja ka nxjerrë vendimin dhe ka udhë poshtë propozim akuzë nga prokuria publike komunale e Gjilanit. Po çka ka bëu gjyqtarja? Pse ka ardhur deri te parashkrimi? Nuk është e njëjta gjyqtare. Atëherë kur kërkon kjo lëndë, këto shkresat lëndës te gjyqtari këtë tjetër, ish gjykatës komunale, dhe ai ka pas një numër të ngarkesë të madhe të lëndëve dhe s'ka mujt ta procedoj. Më vonë, ushtarët e gjyqtarit tjetër, kur është në vitin 2013 me organizimin e ri, është cedu nga ish gjykata komunale dhe departamentin krimeve të rënda që u shpreha pak më parë dhe është deri te vjetësimi i kësaj. Po, pse ai ka kthyer gjyqtarja këtë lëndë?
Po sigurisht se ka këshirë, po ka një numër, thashë edhe më herët, cilat gjyqtare krimeve të rënda, kjo i ka këshirë, po ka një numër të konsiderueshëm në punë dhe besoj që momentin kur ka ardhur për shiqur se ka parashkrim absolut të ndjekjes penale, ka ardhur në përfundim se ka parashkrim ndjekjes dhe ka pushuar hetimet. Po kur e ka pranuar? Ka refuzuar, Kur e ka pranuar Vullani gjyqtari? Në 20/3/2013 është pranuar në departament krimeve të rënda. Do thotë kur ka ardhur ka qenë parashkruar. Edhe kush mban përgjegjësi për to? Përgjegjësia, unë s'di, ngarkesa e madhe e gjyqtarit për çështje konkrete dhe mund të rrejmë përgjegjësi në procedura tjera të cilat na shqyrtojnë, por duhet të them se gjyqtarët në kohën e viteve 2011-2012 kanë qenë shumë të ngarkuar me lëndë dhe procedimi i lëndëve nuk ka mund procedohet me afate ligjore që janë parapar. Ne e dim shumë mirë se këto vepra penale të natyrave më të lehta ne që i quajmë, ku maksimumi i dënimit është deri në 1 vjet, brenda 2 vite ka parashkrimi relativ dhe në këtë rast nuk mund procedohen të gjitha ato lëndë sepse kanë pas ngarkesë të mëdha. Tash po me përgjegjësi shumë plot se sidomos gjatë vitit 2014 asnjë rast nuk e kemi parashkrimeve këto në formë, përjashtimisht kemi parashkrimet të ekzekutimeve edhe parashkrimet ndjekjes penale vetëm çdo lëndë ka dhe urdhëresë nga gjykata që s'ka mujt policia me realizuar urdhëresat, se s'kemi kësaj forme të parashkruar lëndë. I dëgjuam arsyetimet e kryetarit Haziri, i cili na tha se plagja e kësaj lënde ka ndodhur për shkak të ngarkesës me lëndë. Ne kërkuam shpjegime edhe nga gjykatësia Emine Salihu, e cila në kohën e fundit e kishte trajtuar këtë lëndë. Mirë po kësaj të fundit dhe gjykatësve të tjerë të rastit nuk ju lejua të flasin para kamerës, me arsyetimin se për çështje është deklaruar kryetari i gjykatës Zyti Haziri. Jetish Maloku, krye prokurori i Gjilanit, duket i dëshpëruar me faktin se lënda në të cilën prokurorët e tij punuan është parashkruar. Kryeprokuror, ku po mbetet puna juaj? Po ne jemi ku jemi, tash këto ne jemi përpara një akti që gjykata ka marrë këtë akvendim. Ne nuk kemi shumë çfarë i shtrojmë kësaj çështje, përveç se kjo çfarë është ona ligjore, do të është plotësisht është një vendim i tillë mbi hudhjen, është plotësisht i bazuar në ligj. Për shkak se fjala për parashkrim absolut dhe nuk ka mundësi ligjore që eventualisht një akuzë e tillë më të tjetë të godas 7 pandehore që supozohet edhe sipas vetë akuzës kanë bën një vepër penale kastron shpërdorimin e detyrës zyrtare. Edhe puna juaj ku po mbetet sot? Po ne kemi bërë mundi kjo pushim se ku ka mbet, unë mendoj se kjo këto rrethona ndoshta e bën këtë lëndë pak më ndihshme, për shkak se fjala për një vepër penale, sidomos këtë kohë të sotit, në këtë kohë që ne shumë po trembëtohet luftimi i korrupsionit, i krimit organizuar dhe kjo për fat keq ndoshta në këtë kohë një parashkrim i një vepre të tillë, një akuzë të tillë me të pandehur, me 8 pandehur, duke llogaritur edhe për veprën penale, shpërdrimit i pozitës zyrtare, detyrës zyrtare, ndoshta kjo është ajo që e rëndon më tepër çështjen e parashkrimit dhe hudhjes kësaj akuze ndaj këtyre të pandehurve. Kryeprokuror, a keni raste tjera të parashkrimit lëndëve? Po, unë besoj që gjykata apo kryetari dhe gjyqtarët që janë brenda strukturave të gjykatës tonë dhe gjykatave tjera janë më kompetent të japin shifra që tregojnë edhe për parashkrimin ndoshta edhe çështjeve tjera apo lëndë tjera, por ne shohim se ka, nuk do të thonë që s'ka, për shkak se sigurisht se edhe tek gjykata ka pengesa, numri i vogël i gjyqtarëve, numri i madh i lëndëve, pengesa tjera, probleme tjera që ndoshta mund ata kryeprokurori me dhon përparësi lëndëve që rrezikohen nga parashkrimi? Po e vërteta është që mund të jepet. Kjo qëndron disa lëndë kanë përparësi. E çysh mundën kryeprokurorët ata për shembull me dhon përparësi? Në krahasim me natyrën e lëndëve tjera që janë natyrës më të lehtë apo të një natyre që nuk e godet as shumë vetë kohën sistemi ku ne tani po mendojmë se do të luftojmë të lëndë të kësaj natyre. Megjithatë është çështje e menaxhimit vetë struktura gjyqësore apo menaxhimit vetë gjykatës ku çështje të tilla shtrohen edhe vjetësohen. Po është pengesë kjo kryeprokuror për punën e prokurorëve?
Po e pengesë domosdoshme e finalja, rezultati, produkti gjithë punës prokurorisë matet me produktin e daljes asaj, atij rezultatin e gjykatë. Prandaj edhe rezultati i një prokurorisë matet tani atje, mendoj se duhet matet edhe më atje më fort me rezultatin e atyre që dalin përmes vendimeve të gjykatës. Prandaj domosdoshmë kjo godet edhe punën e prokurorisë. Prokurore, qysh është me mbet akuza e pavërtetume? Po e kjo është ajo që do thotë është ngrit një akuzë dhe tash del se faktikisht ata kur gjë s'kan ndodhur apo thjesht të panderit me një farë mënyrë ndihen komod këtë drejtim se nuk janë përgjegjës për veprën apo s'kemi arrit t'i bojmë përgjegjës normalisht për këtë vepër që krejt provat janë dorëzuar dhe ne kemi menduar se do të përgjigjen për veprën e njëjtë. Lënda e korrupsionit ku janë përfshirë 4 mjek, 2 teknik dhe 2 pronar biznesësh është plaku në gjykatën e Gjilanit. Kryetari i gjykatës na tha se nuk patën mundësi ta shletonin këtë lëndë, për shkak të mbingarkesës me lëndë. Kryeprokurori i Gjilanit Jetish Maloku thotë se gjykata e Gjilanit asnjëherë nuk i ka ftuar në seancë për ta mbrojtur akuzën e ngritur ndaj personave të dyshuar për këtë rast. Prej vitit 2011, mars 2011, kur e keni dorëzuar këtë akuzë në gjykatë atëherë komunale të Gjilanit, po a është mbajtur në seancë, ju ka thirrë dikush prej kësaj gjykate me mbrojt akuzën? Po nga shkresat e lëndzës nuk shihet se ka shkresë që tregon se ka qenë i ftuar prokurori i çështjes apo ka qenë i ftuar prokuroria që do ketë seancë gjyqësore për të njëjtin rast për këtë propozim akuzë të ushtruar. Prandaj ne nuk kemi dhe nuk mund të themi se kemi pas ftesë apo thjesht është treguar kjo lëndë, kjo çështje për shqyrtim gjyqësor në gjykatën kompetente në Gjilan. S'pako shkresat tona nuk tregojnë një gjatë të tillë. Për dyshimet e ngritura në këtë rast, ne kemi kontaktuar dhe me pronarin e ordinancës private Medical Service, Ylber Rushitën, i cili është i akuzuar nga prokuroria që së bashku me 2 punëtorët e kësaj klinike dhe 4 mjek të tjerë kanë keq përdorur detyrën zyrtare. Rushiti nuk ka pranuar të jap detaje rreth këtij rasti. Dështimi për ta trajtuar me kohë lëndën e korrupsionit duket se nuk e ka dëmtuar vetëm imazhin e gjyqësorit. Zgjatja për rreth 4 vite e trajtimit të kësaj lënde e ka dëmtuar Afrem Januzin, njërin nga të akuzuarit e këtij rasti. Januzi si pronari një autotaksie ishte akuzuar se ndihmoi në kryerjen e veprës penale. Januzi thotë se e kishte mohuar kryerjen e kësaj vepre, ndërsa pretendon se u dëmtua për shkak se për më shumë se 4 vite nuk arriti të marrë certifikatën për të kaluarën kriminale. Dëshmi kjo e cila i nevojitet për të marrë vizën. Sot Januzi vlerësohet se është i pafajshëm, për shkak se lënda e tij është parashkruar. Zoti Januza, ju ka thirrë ndonjëherë juve gjykata e Gjilanit? Jo kur. Lidhur me këtë temë, jo kur. Edhe çka keni boju? Jam pajtuar me çfarë? Nuk u mujt me nxjerr vërtet temë që nuk jam në retime, më ka bërë pengesa në biznes, edhe çështu kam vazhdu. Edhe më thatë që në shkurt jeni interesuar dhe keni kërkuar. Po shkurt vitit 2015, jam interesuar. Kam shkuar në gjykatë, e kam bërë një kërkesë me shkrim. E kam luajtur gjykatën të më jap vendimin. Oj, pafajshëm, më diçka më bëu me këtë punë, se nuk u muj me vazhdu më tutje. Edhe e kam dorëzuar vendimin. Mandej kam hyrë natë me gjykatën se më fol kryesisht, edhe kam thonë ose jep më vendimin që jam i pafajshëm, ose jam i fajshëm, ose shtin në burg. Unë kam marrë tash me kry këtë punë. Se nuk po muj më shkruaj, tha nuk shkon puna shkruaj, tha se nuk je veç vet. Thash ani merr rastin që pe 2011-s, 2013-2014 vjet. Tash 4 vjet nuk keni lënë peng, për ata të tjerë është nuk e dimi, por mu po. Edhe çështu ka përfundu, edhe nuk di më kur gjë. Edhe a keni ndonjë informacion çka ka ndodhur tash? Jo, këtë rast? Nuk kam kurrë informacion. A dini zoti Januza që për këtë akt akuzë të prokurorisë së Gjilanit është nxjerrë një akt vendim nga gjykata e Gjilanit? Jo, nuk e di. Qysh e ndini vetën për gjithë këto vite që jeni privu nga një drejt? E një vetën keq. Keq një vetën.
Për shkak se çdo person ka drejt me lëviz, nëse ka mundësi normal, edhe më konë i fajshëm, ose jo me të vjerë që 4 vjetë. E një vetën keq, shpesh keq. Sot ka kushtuar në punën tonë, në biznesin tonë kjo? Më ka kushtuar shumë. Ka kushtuar shumë se nuk kam mujt mi kry punë rreth biznesit efikas. A kupton? Për shembull, ku më kere, ku më pjesë, ku mujt që me marrë vizën me shku vetë jashtë, edhe mi gjetë senat më lirë. Unë jam detyruar më këtu në treg, mi gjetë më shtrejt në do këton, me gjetë vetën të qysh, edhe veç më s'më koqit puna. Në qysh është, më thonë, për kaq vite me konë peng i një mendim? O shumë keq. E kom një vetën shumë keq, pika parë kur unë faktikisht njerë kom apliku për me marrë vendimin, certifikatën vërtetimi për gjykatës që nuk jam në rretime. Faktikisht e kom një vetën shumë keq në momenti kur më ka thonë që jo e paske një landë, edhe ju nalë tani më ka ranë me. Mandej jam interesu për ati momenti, jam interesu gjithmonë, mirë po kur gjësë më bëjtë me bo. 2015 tani kom vendosë kështë me rregulla me ligj, edhe kom bërë kërkesën që tash, edhe nuk di më kur gjë, tash për te e peni që i ka përshu kje rëndë. Afrim Januzi na tha se për shkak se nuk ishte ftuar asnjëherë për të paraqitur në gjykatë rreth akuzave që i kishte ngritur prokuroria, ai në fillim të vitit 2015 kishte kërkuar vetë nga gjykata në Gjilan që ta shqyrtoj këtë rast. Fakti se një lëndë e korrupsionit është parashkruar në gjykatat tona është shkas për të nisur një hetim për gjykatësit, të cilët ishin përgjegjës për ta trajtuar këtë lëndë. Zef Prendrecaj, drejtori i zyrës së prokurorit disiplinor, sqaron procedurat se si mund të hetohet një rast i tillë. Kush duhet me dhomë përgjegjësi pse është parashkruar kjo lëndë? Fillimisht ju informoj se për këtë rast në vetëm sa morëm informacionin nga ju, sepse kjo zyrë nuk ka pas informacion paraprak. Sidoqoftë nëse gjykatësi ose gjykatësia e nderuar ka leju parashkrimin ose vjetërsimin e rastit, qoftë në forma relative ose absolute, sigurisht që kjo zyre ka për mandat për me hetu sjelljen e mundshme të pahishme, që është neglizhenca në ushtrimin e funksionit gjyqësor. Pa dashur me paragjyku për këtë rast ose për këtë çështje, sigurisht që në bazë të informacioneve që morëm nga ju, ne do të iniciojmë një hetim preliminar për të vërtetuar faktet dhe provat, sigurisht që do t'i sigurojmë shkresat e kësaj lënde, dhe pasi që të sigurojmë shkresat, na do të shohim nëse parashkrimi në rastin konkret ka arrit me fajin e gjyqtarit, ose ka qenë ndonjë neglizhencë ose në ushtrimin e funksionit nga ana e institucioneve të cilët kanë hetuar rastin paraprakisht, po si do të qoftë ne do në bazë kompetencave dhe mandatit që kemë, sigurisht që do t'i sigurojmë gjitha informacionet dhe do të shohim nëse gjyqtarja ka me fajin e saj ose ti ka ardhur deri te parashkrimi absolut i kësaj vepre penale. Zyra e prokurorit disiplinor premton hetime. Gjykata e Gjilanit na tha se për këtë rast të korrupsionit nuk patën mundësi të bënin më shumë, për shkak të mbi ngarkesës me lëndë. Jetish Maloku, kryeprokurori i Gjilanit, na tha se parashkrimet të tilla po i bëjnë të ndihen komod persona të përfshirë në korrupsion. Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, thotë se parashkrimi i lëndëve në vazhdimsi është një problem për gjyqësorin e vendit. Peci paralajmëron se në të ardhmen KGK do ja shpërthoj masat ndaj gjykatësve që me faj u plakën lëndët në sirtar. Zoti Peci, pse po vazhduhet me pas parashkrimet lëndëve në gjykatat tona? Fillimisht dëshiroj potencoj faktin se është e pamundshme në farë aspekti me ndalu parashkrimin, se ligji parashkret dispozita, sidomos po foli për parashkrimin absolut. Nëse gjyqtari ka ndërmarrë gjitha veprimet, normal që ndoshta nuk është faji i tij që vijë deri te parashkrimi, për shkak se ligji parashkret dhe ju e dini që dispozitat tona në fuqi nuk ka mundësi më marrë gjykimin mungesë. Domethënë, janë rastet kur kërkohet proceduralisht pala që do të më plotësu për mbajtjen e një shqyrtimi gjyqësor dhe nuk arrin atëherë, është e pamundshme po them mu minimizu apo mu në mënyrë absolute mu ndërprej çdo parashkrim. Që mos me pas lëndë parashkrume në për gjykate, mirë po
janë dukurit që na në vazhdimsi jem të i pa. Dhe kohët e fundit është një dikuni që ka fillu edhe procedura disciplinore ndaj gjyqtarëve, ndoshta është edhe në fazën e hetimeve pranë zyrës prokurorit disciplinar, po edhe prej aty në analizave që i kemi Këshillin Gjyqësor se përket komisionit disciplinar, s'po përmeni me emna të veçantë, po në përgjithësi kemi raste të shpeshta të parashkrimeve të quaj ashtu të parësyshme edhe të neglizhencës gjyqtarëve në punën e tyre. Jem të vetëdijshëm për numrin e madh të landëve që janë në gjykata, posaçërisht për Prishtinën. Mirë po e kum përsërit sa herë që gjyqtari duhet të ketë një menaxhim më të mirë të rasteve të landëve dhe duhet ato landë që janë afër parashkrimit edhe me ligj edhe me gjitha dispozitat në fuqi, është i obliguar të ndërmarrë gjitha veprimet procedurale për me ndërprej parashkrim. Për neve është më shqetësuese te parashkrimi relativ, edhe pse nuk po mund me konkretizu në cilat raste, po ka raste që gjyqtari në harresi lën rastet edhe me të vërtet në të ardhmen duhet një llogaridhënie më e shtuar në këtë drejtim. Po qysh me arrit këtë llogaridhënjet për anës së gjyqtarëve? Unë nuk jem si kryesuesi i Këshillit, nuk jam antar i komisionit disciplinor, mirë po në kuptimin e përgjithshëm kum bisedu edhe me antarët e komisionit që këto dukuri, me qenë se veç po përsëriten, duhet me qenë më tashme në masat disciplinore që i shqiptohen ndaj gjyqtarëve. Unë vjen keq për gjyqtarët, se jem vetë gjyqtar, mirë po përgjegjësia bie në gjyqtarin edhe në rastin që ka para vetë. Çka duhet me bo, zoti Peci, me një gjyqtar i cili i parashkruhet landa, në njëjtën kohë ka zgjidh landë më të reja gjatë atij intervali kohor? Pikërisht unë atë e pata, do me thonë neglizhenca dhe sjellja e pahishme e një gjyqtari konstatohet në këtë kuptim, do me thonë. Na e vlerësojmë në mënyrë objektive sa ka pas mundësi apo jo. Mi po në momentin kur ju, si që theksut, që gjyqtari ka zgjidh raste të tjera edhe ka të viteve shumë më të hershme, e çka është edhe ma keq, do me thonë, që janë para parashkrimit edhe s'ka ndërmarrë mos atëherë me të vërtet atu s'ka dilemë të sjellja e pahishme gjyqtare. Zoti Peci, kush duhet me dhonë përgjegjësi në rast se kemi parashkrim të një lande ku janë të akuzuar 8 persona për shpërdorim të detyrës dhe të autorizimit? Unë thash përgjegjësia ekskluzive i bjen të gjyqtari, i ngarku me rast, në kuptimin e përgjithshëm nuk po du me rast individual me potencua janë 2, 3, 5, 10, se secila land i ka, do me thonë, afektet procedurale të njëjta. Do me thonë, nuk është me rëndësi pesha e veprës penale, po është me rëndësi puna dhe menaxhimi nga ana e gjyqtarit sa i përket rastit konkret. Normal që kjo mundet me shkaktu pesh më të madhe në kuptimin edhe të opinionit, nëse një vepër, sidomos veprat penale të korrupsionit, të quaj ashtu, që Këshilli Gjyqësor që është vitin 2012 ka marrë një vendim që kanë prioritet, mi prioritetet në kuptimin e zgjedhjes, atëherë kjo edhe më tepër e ngarkon përgjegjësinë e gjyqtarit me mos veprim apo në kryerjen jo të rregullt punës. Unë në kuptimin e performancës së gjyqtarëve sa i përket numrit landëve të përfunduar sa norme së orientuese që ka caktuar Këshilli Gjyqësor, me të vërtet e shoh që punohet edhe kryen landë. Edhe nuk mendoj që nuk po punohet. Mirë po është një pikërisht kjo, unë kam thonë gjyqtarën është edhe 1 milion në vjet i kryeni. Mirë po në rast shqetësues sikur këto që si shkon në mënyrë kryerja e landëve në mënyrë selektive është shumë e rrezikshme. Domethënë ato që përmend, landën e kryen vitit 2015 e ka mbetë 2008 sa 9. Plus çka është më e keqe që ka edhe parashkrim, që është përmend në rast. Domethënë kjo e hub besimin e punës edhe në gjyqësor, po edhe të gjyqtarit në përgjithësi. Kështu që në këtë drejtim na kem pas strategji për landë e vjetra, në vazhdimsi e kanë rregullat tonë se si duhet me procedu landë.
do me thonë para vitit 2014 ka qenë ajo strategjia që lante vjetër u procedu dhe vitin 2011, dhe në vitin 2008, ndërsa tash u rrit dhe në vitin 2011, fundi 2011-s, edhe ajo është rregull që duhet me përmbajt gjykata. Në momenti kur të konstatohet diçka që s'ka shku në atë kornizë, do me thonë, atëherë vije përgjegjësia drejt për drejt e gjyqtarit. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po e lëm me rubrikën Policia. Dhe nga unë Krishtin Gashi, deri të premten e ardhshme. Mos e shkeni ligjin.